A ke ndjerë ndonjëherë se brenda zemrës sate ekziston diçka që nuk mund ta shpjegosh? Një ndjesi e thellë që të bën të kërkosh paqe edhe kur bota rreth teje është plot zhurmë. Ndoshta të kanë quajtur shumë të ndjeshme. Ndoshta kanë thënë se mendon tepër ose se e ndjen gjithçka më fort se të tjerët. Por po sikur kjo të mos jetë dobësi. Bibla tregon se shumë gra që u përdorën nga Perëndia kishin zemra që reagonin ndryshe. Ato nuk ishin të përsosura. Kishin frikë, lot, dyshime dhe sprova. Por kishin diçka që i dallonte, një zemër që kërkonte Zotin edhe në momentet më të errëta. Sot do të flasim për disa përvoja që shumë gra besimtare kanë ndarë gjatë rrugëtimit të tyre shpirtëror. Këto nuk janë prova përfundimtare se dikush është i zgjedhur. Vetëm Zoti e njeh plotësisht zemrën e njeriu. Por ato mund të jenë shenja që të ftojnë të reflektosh, të lutesh dhe të afrohesh më shumë me Perëndin. Dhe përvoja e fundit është ajo që prek zemrën e shumë grave, por rrallë flitet për të. Prandaj qëndro deri në fund. Ndoshta në këtë mesazh do të gjesh pikërisht fjalën që zemra jote kishte nevojë të dëgjonte sot. Ka gra që, edhe mes një jete të mbushur me përgjegjësi, ndjejnë vazhdimisht nevojën për disa çaste qetësie. Nuk është sepse nuk i duan njerëzit apo nuk e vlerësojnë jetën. Është sepse zemra e tyre kërkon një vend ku mund të qetësohet në praninë e Zotit. Bota na mëson të vrapojmë pa pushim, të krahasohemi me të tjerët dhe të kërkojmë miratimin e njerëzve. Por kur një grua fillon të kërkojë më shumë paqen e Perëndisë se sa duartrokitjet e botës, diçka e bukur fillon të ndryshojë brenda saj. Në Bibël shohim Marin, e cila zgjodhi të ulej pranë Jezusit dhe të dëgjonte fjalën e tij. Ndërsa të tjerët ishin të zënë me shumë gjëra, ajo kuptoi se kishte diçka edhe më të rëndësishme, të ishte pranë Zotit. Ndoshta edhe ti ke ndjerë se, pas një dite të lodhshme, ajo që të jep më shumë paqe nuk është zhurma, por një lutje e sinqertë, një psalm ose disa minuta në heshtje me Perëndin. Kjo nuk do të thotë se je më e mirë se të tjerët, por mund të jetë një shenjë se zemra jote po mëson të kërkojë atë që ka vlerë të përjetshme. Sepse një zemër që gjen paqe në praninë e Zotit fillon të marrë forcë edhe përballë sfidave më të mëdha të jetës. Një zemër që kërkon Zotin shpesh bëhet edhe më e ndjeshme ndaj dhimbjes së njerëzve të tjerë. Ka gra që nuk mund të kalojnë pranë dikujt që vuan pa ndjerë dëshirën për ta ndihmuar, për t'u lutur ose thjesht për ta dëgjuar. Kjo ndjeshmëri nuk është gjithmonë e lehtë. Ndonjëherë mund të lodh emocionalisht. Mund të ndihesh e rënduar kur sheh padrejtësi, vetmi ose dhimbje. Por Bibla na kujton se Jezusi vet u prek nga vuajtjet e njerëzve dhe tregoi dëmshuri ndaj tyre. Megjithatë, është e rëndësishme të kujtojmë se dëmshuria duhet të ecë gjithmonë së bashku me urtësinë. Nuk mund të mbash mbi supe çdo barë të botës. Ka gjëra që vetëm Zoti mund t'i shërojë. Nëse zemra jote të shtyn të lutesh për të tjerët, të falësh, të japësh një fjalë shprese ose të bësh një vepër mirësie pa kërkuar asgjë në këmbim, ruaje këtë dhuratë. Ajo mund të jetë një mënyrë përmes së cilës Perëndia sjell dritë në jetën e dikujt. Por mos harro edhe këtë, kujdesu edhe për shpirtin tënd. Një llamb nuk mund të ndriçojë gjatë nëse mbetet pa vaj. Gjej kohë për t'u forcuar në praninë e Zotit, sepse vetëm një zemër që ushqehet nga paqja e Tij mund të vazhdojë të japë shpresë edhe për të tjerët. Dhe ndoshta pikërisht aty fillon bukuria e një zemre që ecën çdo ditë me Perëndin. Një nga gjërat më të bukura që mund të ndodhë në jetën e një gruaje besimtare është të mos lejojë që zhgënjimet ta bëjnë zemrën e saj të ngurtë. Ndoshta ke kaluar momente kur ke besuar te njerëzit dhe je lënduar. Ndoshta ke bërë mirë dhe nuk ke marrë mirënjohje. Ose je lutur për diçka për një kohë të gjatë dhe përgjigjja ende nuk ka ardhur. Në ato çaste është e lehtë të mbyllësh zemrën dhe të thuash, nuk dua të besoj më. Por ka gra që, edhe mes lotëve, zgjedhin të mos humbin shpresën. Jo sepse nuk ndjejnë dhimbje, por sepse besojnë se Zoti vazhdon të jetë besnik edhe kur nuk e kuptojnë plotësisht rrugën. Në Bibël, Ana u lut për shumë vite me një zemër të thyrë. Ajo nuk e humbi besimin.
Vazhdonte të vinte para Perëndis me përulësi dhe shpresë. Në kohën e duhur, Zoti ju përgjigj lutjes së saj. Kjo nuk do të thotë se çdo lutje merr përgjigjen që presim ose në kohën që dëshirojmë. Por do të thotë se besimi ynë nuk mbështetet vetëm te rezultati. Ai mbështetet te karakteri i Perëndisë. Nëse sot zemra jote vazhdon të besoj edhe pasi ka kaluar zhgënjime, mos e shiko këtë si dobësi. Është një forcë që rritet kur zgjedhim t'ia besojmë jetën Zotit çdo ditë. Sepse ndonjëherë mrekullia më e madhe nuk është ndryshimi i rrethanave, por fakti që zemra jote ende di të shpresojë. Ka një lloj gëzimi që nuk vjen nga pasuria, fama apo lavdërime. Është gëzimi që lind kur bëhesh një bekim për dikë tjetër. Shumë gra besimtare zbulojnë se momentet më të bukura të jetës nuk janë kur marrin, por kur japin me dashuri. Ndoshta ke përjetuar atë ndjesi pasi ke ngushëlluar dikë, ke ndihmuar një mik, ke lutur për një familjar ose ke bërë një vepër të mirë pa pritur asgjë në këmbim. Bota mund të mos e vërë re, por Zoti e sheh çdo veprim të bërë me një zemër të sinqertë. Bibla na tregon historinë e Tabitës, Dorcas, e cila njihej për veprat e saj të mira dhe për kujdesin ndaj njerëzve në nevojë. Ajo nuk u bë e njohur për pasurinë apo pozitën e saj, por për dashurinë që tregonte çdo ditë. Jeta e saj është një kujtesë se gjërat më të vogla, kur bëhen me dashuri, kanë një vlerë të madhe para Perëndisë. Megjithatë, është e rëndësishme të mbash ekuilibër. Të ndihmosh të tjerët nuk do të thotë të harrosh plotësisht veten. Edhe Jezusi tërhiqej her pas here në vende të qeta për të lutur dhe për të rifituar forcën. Nëse zemra jote gjen gëzim duke sjell paqe, shpresë dhe mirësi në jetën e të tjerëve, falenderoje Zotin për këtë dhuratë. Vazhdo ta përdorësh me përulësi, sepse një fjalë e mirë ose një gjest i vogël mund të ndryshojë ditën, e ndonjëherë edhe jetën e dikujt. Sepse dashuria që buron nga një zemër e lidhur me Zotin nuk mbetet kurrë pa fryt. Një nga cilësitë më të bukura të një gruaje që ecën me Zotin është se ajo nuk bën të mirën vetëm kur të tjerët e shohin. Ajo e bën sepse e di se Perëndia e sheh zemrën. Në një botë ku shumë njerëz kërkojnë miratim, duartrokitje dhe vëmendje, ka gra që zgjedhin të jetojnë me përulësi. Ato luten edhe kur askush nuk i dëgjon. Ndihmojnë edhe kur askush nuk i falenderon. Falin edhe kur nuk marrin një kërkim faljeje. Jezusi mësoi se Ati ynë qiellor sheh edhe atë që bëhet në fshehtësi. Kjo nuk do të thotë se çdo vepër e mirë do të shpërblehet menjëherë në mënyrën që ne presim. Por do të thotë se asnjë akt dashurie, asnjë lutje e sinqertë dhe asnjë sakrificë e bërë me besim nuk kalon pa u vënë re nga Perëndia. Ndoshta ka ditë kur ndihesh e padukshme. Kur mendon se askush nuk e vlerëson përpjekjen tënde. Por mos harro, vlera jote nuk përcaktohet nga duartrokitjet e njerëzve. Ajo buron nga fakti se je e dashur nga Zoti. Vazhdo të ecësh me përulësi. Vazhdo të mbjellësh mirësi. Edhe kur frytet nuk duken menjëherë, ato mund të jenë duke u rritur në mënyra që sot nuk i sheh. Sepse Perëndia nuk mat madhështinë e një jete nga fama, por nga besnikëria. Dhe një zemër besnike, edhe në gjërat më të vogla, ka një vlerë të paçmuar në sytë e tij. Në fund të kësaj historie, ndoshta po mendon, kam përjetuar disa nga këto gjëra, çfarë do të thotë kjo për mua? Përgjigjja nuk është të vendosësh një etiket mbi veten. Bibla na mëson se vetëm Zoti e njeh plotësisht zemrën e njeriu. Ajo që ka më shumë rëndësi nuk është të thuash, unë jam e zgjedhur. Ajo që ka rëndësi është të jetosh çdo ditë duke kërkuar vullnetin e Perëndisë. Nëse ke ndier paqe në praninë e Tij, nëse zemra jote vazhdon të kërkojë të mirën edhe pas zhgënjimeve, nëse dëshiron të ndihmosh të tjerët dhe të ecësh me besim, falenderoje Zotin. Këto janë cilësi që ja vlen ti kultivosh çdo ditë. Mos prit të jesh e përsosur. As gratë e mëdha të Biblës nuk ishin. Maria, Estera, Ruthi, Debora dhe Ana kaluan frikë, pritje dhe sprova. Ajo që i dallonte ishte besimi i tyre tek Zoti. Edhe ti do të përballesh me ditë të vështira.
Do të ketë momente kur do të ndihesh e lodhur, e pa kuptuar ose e pa sigur. Por kujtoj gjithmonë se forca jote nuk vjen nga rrethana. Ajo vjen nga prania e Perëndisë. Mos e krahaso rrugëtimin tënd me atë të askujt tjetër. Zoti ka një histori unike për secilin prej nesh. Ec me për ulësi, lutu me besim dhe lëre atë të udhëheqë hap pas hapi. Sepse një grua që e vendos besimin e saj te Zoti mund të përballojë stuit pa humbur paqen e zemrës. Nëse kjo video të preku, shkruaj në komente. Zoti udhëhiqet zemrën time çdo ditë. Dhe nëse një grua që ka nevojë për këtë mesazh, shpërndaje këtë video me dashuri. Ndoshta do të jetë pikërisht inkurajimi që ajo po priste.